Ali Berisha ka të drejtën me vendos vetë, normal që ka me u konsultu me një pjesë tonë, me pjesën e strukturave. Me gjatë balotazhit do në i thëmë, mësë më pozicionu me askan. Po du me të pytë për Fushë Kosovë, pa dalë hala për Deçan. AK-ja po pritet në Fushë Kosovë mi dhanë për krahjeve të vendosjes, po du me të pytë ajo në heqë barjerat sa i përket qeverisjes lokale. A i keni kalkulime tjera në qeverisje lokale? Dëgja, ekziston një regull në brana aleancës, kur një kandidat ose kandidate nominohet, e merë zyrtarisht nominimin për kryetar, tjetë kandidat për kryetar, i cili do qytet, i cili do komun, e ka autonomin e plot dhe i ka direktivat e plota autonome të vetat se si do në me vepru. E keni regull partis, nuk i përzinja një kandidat? Si do në me po fushatën. Dhe derisa nuk vendimi nuk prek në nivelin nacional, atëherë është diçka objektive e një kandidati, një kryetarit një ndegën këtë rast, i cili vendosë me konë me shku në koalicion dhe cilat pozicione me i pas në administratën e komunalet të cilit do qytet qoftaj. Dhe kësi shvillime shumë mësej që subjektet politike, selit qëndrore nuk duhet me ju ndërhy kandidatëve për kryetar komunash, të cilit do nivel, të cilit do subjekt qofshin dhe të cilit kombinive që janë të mëshme, se të funit është një mësimi mirë që jepet, je ka ju referosh qytetarëve të një venit që e njohin një tjetrin, kandidatëve të një qytete që e njohin një tjetrin, që të kalumen e kanë përbashkëte, nuk mund është me bo oferti që me kryuar mirësinë e një qytet. Me fjallë tjera, edhe nëse ka dalë humps kandidati AK-s, ka him balotazh, e respektoni mjaftueshëm drejtën e që ati kandidati me vendos me kënë me him? Pa tjetër. Duhet me u respektu. E kur po thu që ky elementi nëse e prek nivelin qendror, a e prek nivelin qendror hymja me jo, nuk është Fushë Kosovë? Direkt nuk e prek nivelin qendror. Ndoshta indirekt e krijon një relacion pak të qosjes ma normale me subjekte politike. Pragmatike, nështë është pragmatike? Ma pragmatike, mirë, po që nuk ka ndikim në vendime. Ta është po du me të pytë për PEJ, Deçani ka influencë në zgjedhjet e PEJ-s, me gjithate, a do t'jetë koalicioni AK me vetëvendosjen në PEJ, apo do t'jetë me Gazvend Muhaxherin? Nuk e di qartësisht këtë farë pjese, edhe pse është diskutu deri dikon. Mirë po, Aleanca në PEJ e ka një rrugë tepër të gjatë duke kundërshtu zotin Muhaxheri. Edhe në asnjë variant nuk është logjike, nuk është normale, nuk është natyrshme që me shku në koalicion me ato që e ki kundër kandidat e tradicional, nëse mund me qujt kështu. Nikosisht edhe për lëvizjen vetëvendosje në PEJ nuk e një mirë kandidatin e lëvizjes vetëvendosje, nuk e di historinë e këti... Mirë, po nuk e din Ali Berisha me kënë ka vendosë? Jo, Ali Berisha ka të drejtën me vendosë vetë, normal që ka me u konsultu me një pjesë tonë, me pjesën e strukturave. Qka i thu ti me të vetë ty? Unë i thëmë me najtë në pozit prapë. Qka i thu? I thëmë me najtë në pozit prapë. Në pozit prapë, po gjatë balotazhit me kanë me najtë o pytja? Gjatë balotazhit unë i thëmë mësë më pozicionu me askan. Me lonë qytetarë të lirë.